Një ngjarje tragjike është shënuar në Velipoj ku një 73 vjeçar nga Prishtina ka humbur jetën. Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Shkodrës, shtetasi me inicialet TD është transportuar në qendrën shëndetësore të zonës pa shenja jete, ndërsa dyshohet se shkak për vdekjen ka qenë një arrest kardiak. Ndërkohë, strukturat e policisë rrugore kanë vijuar me kontrollet në akset e qarkut të Shkodrës. Gjatë këtyre kontrolleve, në fshatin Bardhaj është ndaluar dhe arrestuar në flagrancë një 41 vjeçar, identifikuar me inicialet AH, pasi u kap duke drejtuar automjetin në ndikimin e alkoolit. Në një tjetër rast, është konstatuar në qarkullim edhe një drejtues mjeti pa leje drejtimi. Bëhet fjalë për një shtetas 33 vjeçar me inicialet KV dhe të cilit ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Policia njofton se materialet procedurale janë referuar pranë prokurorisë së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, ku pritet të merren masat e mëtejshme ligjore.